Kryeministri Edi Rama pritet që para ditën e së shtunës të drejtojë mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku do të marrin pjesë edhe ministrat. Sipas agjendës, mbledhja do të nisë në orën 10 në Pallatin e Brigadave, ku fjalën hapse do ta ketë kreu i grupit parlamentar Tauland Balla e më pas kryeministri Rama. Si pikë e parë në agjendë është informimi mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare, Shqipëri BE dhe ecurinë e negociatave të antarësimit. Deputetët socialistë do të kenë në dispozicion secili nga 2 minuta kohë për të drejtuar një pyetje. Në dokumentin e agjendës si pikë e dytë renditet informimi mbi paketën e ligjeve që lidhet me procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pika 3 e agjendës, e cila mund të konsiderohet si më rëndësishmja, ka të bëjë me informimin mbi procedurat e ndjekura deri më tani për investimin në Zvërnes dhe interesin e shprehur për zhvillim turistik në ishullin e Sazanit. Sakat Çarbian Mazniku, bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Administrative, parashikohet në agjendë të informojë kolegët e grupit socialist mbi ecurinë e drejtanishme të reformës territoriale. Kryetari i grupit Tauland Balla pritet të bëjë një informim të zgjeruar mbi detyrat e lëna nga mbledhja e shkuare e të njëjtit format për fshirë performancën e anëtarëve të grupit parlamentar. Si pikë e fundit e kësaj mbledhje parashikohet një fjalë e kryetarit të PS-s Edi Rama dhe kryetarit të grupit parlamentar Tauland Balla. Pritet të shihet nëse kryeministri Rama do të ndalet në zhvillimet e fundit politike apo jo, siç janë largimi nga grupi i PS-s i Mariana Koçekut apo deklaratat e Elisa Spiropalit për protestën të shprehura përmes një statusi të gjatë në Facebook 10 ditë më parë.